Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë edhe vetura, nuk ka qenë edhe aeroplani, se nuk ecti me deve. Vetëm një fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i mbyll ato biseda. Men ahdatha fi amrina, ku shpik në çështjen tonë, në çështjen e fesë, jo në çështjen e dunjas. Në çështjen e dunjas, le të shpiki njerëzit çfarë do gjëje e cila është e dobishme dhe është në të mirën e tyre. Mirë po, ku shpik në çështjen tonë, në çështjen e fesë, në këtë transmetim, ma lejse fihi, që nuk është prej saj. A është prej fesë? Jo, e shpik dikush një gjë në emër të fesë, ajo nuk është prej fesë. Çka ndodh me atë? Fa huwa radd. Ajo është e refuzuar. Ajo te Allahu nuk është e pranuar. Çfarë do që të jetë ajo, sa do që të jetë e madhe ajo, sa do që të duket e bukur ajo te Allahu nuk vlen. Ajo te Allahu është e refuzuar.